Moja Nida, çfarë ndjesie. Për gjatë 102 ditëve kjo shtëpi ka vlu, po rikthehemi prap post Big Brotherit. Po hi sikur ditën e parë. Kom qef me përcjell një mesazh që po nuk ka lidhje kush je, apo dhe nëse prej nga vjen. Thjesht se edhe emocionolla shumë të çka pjesë. Thjesht njeh e ondrën, apo dhe nëse realizohet një ditë. Ky është mesazhi më i bukur i rinisë, sidomos rinisë kosovare. Po e normal që Eliona më ka pëlqy adin. U shlirova ma në fund e tha. Çfarë po ndodh me të dashurën tënde? Po. Pastaj edhe më ka raportuar për ca gjëra që s'm kanë pëlqyer fare. 2-3 deklarata. Ka një moment nështë pak u guta, ti mbrojte, farse ti u nervozohë, po te kish i pas një farë. Po këto do të me sqaru. Bukurosha tjetër, më falë. Bukurosha e tërbuar. Klodi, E pa pse me edhe dhimbje, kjo po. ftohje ka që madhe prej te ndaj Benitës?